Allahu manushëm urdhon thot për Ibrahimin alayhis salatu wassalam, me të vërtet Ibrahimi ishte sa një ummet, pra sa një popull. Inna Ibrahime kana ummatan qanitan lillahi, ai ishte totalisht i bindur dhe i nështruar ndaj Allahut manushëm. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe nuk ishte prej mushrikinve, nuk ishte prej atyne që i bënin shok Allahut manushëm. Gjithashtu thot Allahu manushëm për Ibrahimin alayhis salatu wassalam dhe për djalin e tij Ismailin alayhis salatu wassalam, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Dhe kur Ismaili alayhis salatu wassalam arriti sa'in, do me thanë arriti ju afru Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ju bë shok në punën e tij, apo në një koment filloi duke hec, do me thanë duke shku mrapa Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Qale ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. I tha o biri im, unë shikoj në ëndër se duhet me të bë kurban, po ti çfarë mendon? Fanzur madha tara. Qale ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. Me njëherë ju përgjigj Ismaili alayhis salatu wassalam dhe i tha o baba im, zbatoje urdhën që të ka prej Zotit gjithësisë, me lena Allahut manushëm mu do më gjesh prej durimtarve, do më gjesh prej durimtarve. Felemma eslema, dhe kur që të dy ju dorëzuan Allahut manushëm, wa tallahu lil jabin, dhe e bëri gati me e bë kurban Ismailin duke ja kthy fytyrën poshtë që të mos e shikojë me sy asnjëri tjetrin, sepse ishte situatë shumë e vështirë. Na adejnahu eja Ibrahim, me njëherë e thirëm, thot Allahu manushëm. O Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ti thot e zbatove urdhrin, ajo ëndër që doli për ta bërë kurban, ti e mbajte fjalën, i qëndrove besës me Allahun e manushëm. Inna kadhalika najzil muhsinin. Dhe ne thot Allahu manushëm ati ja kompensuam me një kurban të madhrishëm nga xheneti, dhe kështu thot Allahu manushëm ish problem ata që din të qëndrojnë me Allahun e manushëm me Zotin e gjithësisë. Kjo është tema e hutbës për sot, xhamati nderuar. Sa herë kur ne shkojmë dhe bëjmë haxh dhe i lutemi Allahut manushëm që atyre që ka bërë tua pranoj dhe të kthehen mirë shëndosh, sa herë kur shkojmë dhe bëjmë haxh, figura e Ibrahimit alayhis salatu wassalam në na del gjithane. Kur shkojmë Qabe, a gjejmë aty Ibrahimin alayhis salatu, është ai që e ka ndërtu. Kur shkojmë te Gurizia, aty e gjejmë Ibrahimin alayhis salatu wassalam, është ai që e ka dhënë. Kur shkojmë dhe falim 2 rekat tavafi, ke mekami Ibrahimit, duke e pas mekami Ibrahimit mes, e gjejmë aty Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Sepse mbi atë vend ka vendos kamët e tij dhe aty ka dhënë, e ka ndihmuar Ismaili babain e tij, Ibrahimin, duke i dhënë gur për ta ndërtuar Qabën. Kur shkojmë Safa dhe Merwa, gjejmë bashkëshorten e tij. Kur shkojmë ke ujë Zemzemit, gjejmë djalin e tij. Kur shkojmë në Arafat, gjithashtu gjejmë gjurmët e tij. Kur shkojmë në Mina dhe në Muzdelife, prapë gjejmë aty. Ke gurët me fjalë ose tek gjuhët e shejtanit mallku. Gjithandej e gjejmë Ibrahimin alayhis salatu wassalam. Pra babain e profetëve. Kjo pyetje pse me fjalë, kjo çështje. Nga këtu ne kalojmë tek ajeti kuranor ku na thot Allahu manushëm inna Ibrahime kana ummatan. Pra kur ti shkon me fjalë Mekë dhe gjen gjithë to gjurmë, thu si ka mundësi që një njeri i vetëm ti të shkak i gjithë këtyre gjurmëve, si është e mundur? Janë gjëra të madhrishme. Përgatitet njerëzit me 10 vite për shku për të bërë haxh atje. Për të prek ato gjurmë që ka lanë Ibrahimi alayhis salatu wasallam me udhëzimin e Zotit. Ka gjurmë të mëdha, si ka mundësi një njeri vetëm le ka gjurmë të mëdha. Këtë na shpjegon Allahu manushëm, inna Ibrahime kana ummatan. Ibrahimi ishte ummet. Qanitan lillah, ishte i nënshtruar ndaj Allahut manushëm dhe nuk i bënte shok atij asnjëherë. Ç'kuptojmë me fjalë me këtë që Ibrahimi ishte ummet. Edhe pyetja e dytë që duhet me i dhënë përgjigje dhe do mundohemi në këtë hutbë si arriti këtë pozitiv Ibrahimi. Dhe kur thot Allahu manushëm Ibrahimi ishte një ummet, do të thotë që ndikimin e tij e pati ndër njerëzin sa ndikimi që mund të ketë një popull i madh. Umme, një nga kuptimet e fjalës umme është edhe civilizim.
Pra ummeti islam, muslimanët nuk quhen popull, po quhen ummet, edhe pse e përkthejmë me popull. Ç'kuptojmë? Sepse është civilizim, element kryesor i civilizimit është ummeti. Do me thanë një popull i madh, i cili i beson si me thanë një ideologjie ose një feje, dhe bashkëvepron me të dhe me të ndërton civilizim. Ibrahimi a.s. pati këtë lloj ndikimi. A është e mundur që një person ta ketë këtë lloj ndikimi? Allahu manushëm na e ka lënë gjurmë të gjalla. Në thotë Allahu manushëm ka pas në histori dhe do vazhdoj të ketë njerëz që lanë në histori ndër njerëzin gjurmët e një ummeti. Gjurmët e një ummeti ila Ibrahimi a.s. Sa qena Irak, në Babiloni, Ibrahimi a.s. që në rinin e ti, u sprovu me babajnë ose xhaxhajnë e ti, i cili gdhente, idhuj dhe i shiste, dhe Allahu manushëm dialogun dhe debatin me të na e ka përjetësu në Kur'an, që në rinin e ti, Ibrahimi a.s. gatuhet me pastërtin e imanit, dhe pastërtin e tauhidit. Dhe po të shikojmë Ibrahimi a.s. komunikon me gjithësin që ka kriju Allahu manushëm dhe komunikon me Allahun e manushëm me një distancë shumë të shkurt. Dhe në përmjet të lloj komunikimi Ibrahimi na përcjell mesazhin për të na thënë gjatë kohës që e mësoni Zotin mos e bëni atë larg, Allahu manushëm është shumë afër. U kthy Ibrahimi nga dielli në një dialog i cili vetvete duket si monolog. E pa diellin me sy dhe tha ky duhet të jetë Zoti im. Po faktikisht mënyra se si ka komuniku tregon vetvete se aty ka pas edhe njerëz të tillë, madje këtë lloj dialogu ose monologu Ibrahimi duhet ta ketë bën në prezencë të Paris, por t'i bë ata që t'i thirrin mendjes. U kthy nga dielli dhe i tha ky është Zoti im. Po kur dielli perëndoi tha unë nuk i dua ata që perëndojnë. U kthy dhe nga Hana, shkurtimisht historia. Tha ky duhet të jetë Zoti im, i bukur, i ndritshëm. Kur perëndoi edhe Hana nuk i dua ata që perëndojnë. Kur pa yllin tha ky duhet të jetë Zoti im, kur edhe ylli i hiku, u shua, metaforikisht, tha unë nuk i dua ato që shuhen. Unë me një që tha Ibrahimi jam kthy Allahut manushëm Zotit të gjithësisë, i cili është far, fatirus semawati wal ard, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Pra për t'i thanë asaj njerëzie dhe ne deri në ditën e Kiametit. Dhe çdo kujt që i duket se ka filluar të shëndrisi ylli apo dielli i tij, i thot Ibrahimi ktheu nga dielli pak. Shikoj mirë, ka energji të jashtëzakonshme. Me qindra mijëra kilometra larg, megjithatë nuk e durojmë dot temperaturën e tij dhe vjen momenti dhe perëndon. Kështu perëndojnë edhe njerëzit, perëndojnë edhe civilizimet. Dhe aq që mbetet kush është? Kullu men alejha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo kush që ekziston në faqet dheut dhe në këtë gjithësi është e zhdukshme dhe do të zhduket, fan. Fena do të thot tretje, zhdukje, asimilim. Nuk thot Allahu manushëm do të tjetërsohet. Fan do të thot me fjalë zhduket fare, nuk ekziston më. Kush ngelet? Ngelet Allahu manushëm Zoti i gjithësisë dhe mbetet gjithçka që është bërë për hatrin e Zotit të gjithësisë. Vetëm ajo mbetet. Ibrahimi a.s. u gatua dhe u përmend ndaj këtij kuptimi që në veçlinë e tij dhe ishte kjo sjellje e Ibrahimit a.s. që ndryshoi civilizimin Babilonas të asaj kohe. Pra ishte me fjalë ndikimi i tij që edhe aty u fut tauhidi. Pavarësisht se më mrapa me fjalë ndryshoi. Erdhi Ibrahimi a.s. në Egjipt, edhe aty la gjurmë. Erdhi në Gadishullin arabik, edhe aty ishin gjurmët e tij më të mëdha. Dhe për të na e vërtetuar Allahu manushëm se tauhidi i tij dhe imani i tij dhe lidhjet e tija me Allahun e manushëm ishin të vërteta, por njëkohësisht për të na tregu se si mund të realizohet që një person i cili, pa një person i vetëm, mund të ketë ndër njerëzin ndikimin e një populli dhe i civilizimi, na sjell historinë më të lavdishme dhe më të veçantë të Ibrahimit me djalin e tij. Për të na e vërtetuar Allahu manushëm konkretisht, për të na thënë o rob të Zotit, feja nuk është pretendim.
Feja është jetë me Zotin. Mi po njëkohësisht, sa më të mëdhaja ti kesh ambicjet për të ndiku me hajër ndër njerëzin, bëju gati për sakrificat të mëdhaja. Sepse ndikimi jot ndër njerëzi, edhe me fena Allahut manushëm, nuk varet nga zgjuarësia jote, as nga kapacitetet e tuja, as nga forca jote, as pushteti jote, as fama jote, as paret e tua, po varet nga një sekret madhor mes teje dhe Zotit që quhet çfarë? Devocion absolut dhe i plot në Allahut manushëm. Dhe kjo e bëri Ibrahimin a.s. të ketë atë ndikim madhor. Kur Ismailit i arriti forca dera atje sa që mund bashkëvepronte me babajnë e tij për ta ndihmuar, felemma balagha ma'hu as-sa'ya. Do të thotë që Ismaili sapo ishte forcu kërciri. Domethënë sa sapo ishte forcu ashta dhe mund ta ndihmonte babajnë e tij. Qale ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. O biri im, unë po shikoj në ëndër që duhet me të bë kurban, prandaj mendo, fiqiro dhe din konkluzionin se çfarë do vësh. Me kë e bën këtë lloj komunikimi Ibrahimi a.s. me djalin e tij Ismailin? Çfarë moshe ishte Ismaili? 12, 13, 14 maksimumi? Në atë moshë kishte. Përfytyroni se çfarë dialogu të jashtëzakonshëm dhe çfarë teme madhore diskuton Ibrahimi me djalin e tij. Pa po i thot o djalosh, Allahu më ka urdhëruar me të bëj kurban. Këtu ky komunikimi i Ibrahimit me djalin e tij na sjell një mesazh fuqishëm nëpërmjet Kuranit, fjalës Zotit. Vendi i parë ku ndikoi Ibrahimi a.s. ishte fëmia e tij. Subjekti i parë ku ndikoi Ibrahimi me sinqeritetin e tij, me qenurit e tij ummet, ishte kush? Sabiju i tij. Do me thanë që këtu, kaq sinqeritet të fort ka reflektu Ibrahimi a.s. sa që me sinqeritetin e tij e ka përgatit djalin e tij 10 vjeç, 12, 14 apo 15 vjeçar, që t'jetë i gatshëm që t'i përgjigjet urdhrit Allahut manushëm për të bërë kurban. Qale ya abati fa'al ma tu'mar. I tha, o baba im, bëj atë që ka i urdhënu. Se të gjiduni insha Allahu min as-sabirin, me lena Allahut manushëm do të më gjesh prej durimtarve. Kjo histori në vetvete, sa e madhërishme aq edhe e bukur, njëkohësisht nafton me bë një lloj empatie. Do të thotë, merre veten dhe vëre në pozicionin e Ibrahimit a.s. dhe fëmin tande në vendin e Ismailit a.s. Pra nejna e sjell Allahu manushëm këtë ngjarje. Që do të thotë përfytyro se sa herët ka punu Ibrahimi me djalin e tij, edhe se sa i sinqert dhe sa i shqetësu ka qenë Ibrahimi për të arritur fëmijën e tij, për të qenë robi Allahut manushëm gjitha nivelet dhe gjitha rastet. Se është e pamundur një djalosh kaq i vogël që në atë moshë qumësht ti thot babait të tij, o baba, bëj çfarë dush, pra përgjigju fjalës Allahut manushëm dhe urdhit të tij, me lena Allahut manushëm do të më gjesh prej durimtarve. Është me kam shumë i lartë, pozitë shumë e lartë. Mi po nëpërmjet kësaj na thot Allahu manushëm, o rob të Zotit, nëse realisht doni që të leni ndikim tek njerëzia, në rast parë, si më thanë, angazhoni për të lënë ndikim tek familjet tuaja. Në rast parë mundoni që të jeni të shqetësuar për t'i afruar fëmijët tuaj, familjet tuaja me Allahun e manushëm, me Zotin e gjithësisë. Dhe kompensimi më i madh i vjen njeriu kur kompensimi për Allahut manushëm për xhenetit, kur i erdhi Ibrahimit, atëherë kur arriti kulmin e gatishmërisë së fëmijëve të tij me u përgjigj Allahut manushëm. Dhe thotë, ne ja kompensua me një kurban shumë të madh për xhenetit, shpërblim shumë i madh. Por të na dha një mesazh tjetër, sa më shumë angazhohet njeriu me eduku fëmijën e tij për të qenë rob i Zotit, sa më shumë investon për të qenë rob i Zotit, aq më shumë ja kompenson Allahu manushëm. Do e çojmë fëmijën ku? Valla do e fusim me një trajnim. Do e çojmë fëmijën ku? Valla të realizojmë një qef. Po shive kthej edhe kënemi i fjalë, investo pak për ta bërë hafiz, investo pak për të mësuar fenë e Zotit. Valla ka shpenzime. Valla duhet me e marr me taksi për këtu edhe atje. Valla njëri për dy prindërve me fjalë duhet me e marr për dorë me çu tek hoxha ose tek xhamia. Allah.
Xheneti e ka hapësirën sa qiejt edhe tokë. Një shkop në xhenet është sa dynja 10 fish. Dhe ndëshkimi i xhehenemit e në llanat prej zjarrit dhe vlon trunë në kokë. Por na thënë Allah manushëm, natyrshëm prindri nuk kursejnë për fëmijën e vet. Gjëja e fundit që i shkon ndërmend prindrit që të kursej lidhe me nevojat e fëmijës vet. Pra më i fjap mos ja jap, mos shpenzoj. Kurse kur vje puna ke përgatitja e fëmijës për qenë rob i Zotit, shpenzimi as duhet futet në llogari. Sepse një ajet kuranor më e bëj gjithë dynjaja me shumëzu me 70, me evnu me një krah, dhe vetëm një ajet kuranor në krahun tjetër, një ajet i vetëm kuranor ja merr gjithë dynjas. Nuk ka parë në dynja, nuk ka kohë në dynja që kompensohet, se më thanë, ose barazohet me investimi tek fëmia për qenë rob i Zotit gjithësisë. Dhe pranaj Allahu manushëm na e sjell këto detaje. Na e sjell këtë histori. Dhe këtë temë ne kemi diskutuar disa herë. Prandaj duhet kap situata që në vezli dhe hekur i rihet sa është i nxehtë o xhamat. Veçarisht me brezin e ri, nëse realisht duam që të kemi ndikim në këtë njerëzi dhe më gjërë se sa kaq, që të kemi edhe një herë atë lavdi që e kemi pas dikur, që kemi ndikun gjithë njerëzin e përmjet fesë Allahut manushëm, duhet me kthy vëmendjen fuqishëm tek brezi i ri, me shpëtu përfundimisht nga sjelljet e dy fishta, këti, duke buzëqesh me të madhe, në krahun tjetër, duke u vrejt me të madhe, i njëjti pozicion. Pse? Njëri me reputacion, po këtë tjetri, njëri pa vlerë. Kjo histori Ibrahimit a.s. me djalin e vet në thot, edukoje me fëmin tanë për qenë rob i Zotit gjitha situatet, qoftë edhe në shpërndarjen e buzëqeshjeve. Rob i Zotit ka vetëm një standard me Allahun e manushëm, vetëm një me Allahun e manushëm. Dhe i qëndron këtij standardi deri në fund. Dhe asnjëherë nuk bën lajka dhe majka për të arritur tek qëllimi i vet. Ka një standard. Kështu dhe Ismaili a.s. ishte edukuar për qenë jo për aty në fëmijëve, sa vje baba ndarke shtëpia, puthe mballe, puthe ndorë, kur vje muhabeti me ju përgjigje Allahut manushëm, vallahi bab, me keq, po Ismaili ishte edukuar për qenë rob i Zotit, për qenë rob i Allahut manushëm. Edhe kur ju dorëzuan të dy Allahut manushëm, të dy, jo Ibrahimi, të dy. Edhe këtu kemi një mesazh. Në shumë raste jemi mirë me fenë si prindër, her pas here na vinë edhe fëmijët me vete, dhe mendojmë se po u falem ne, edhe fëmijët tonë kanë të garantuar xhenetin. Fatikisht që ka e vërtet. Na thot Allahu manushëm për Ibrahimin dhe Ismailin, kur që të dy ju dorëzuan, të dy. Pse jo Ibrahimi vetëm, ndërkohë që Ismaili ishte hala i ri që të dy. Sepse urdhri i zbriti Ibrahimit, po te kush duhet të ekzekutohej, tek Ismaili. Mi po do shkonte ku tek Allahu manushëm. Po ku do përfundonte? Në xhenet, mi po xheneti nuk pranon zemrat pa pastra. Xheneti pranon zemrat e mbushura dhe të pushtuara me sinqeritet. Thot Allahu manushëm në hadithin kutsi, men ashraka fi amelihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Ai i cili bën shok tek puna e tij, dikë tjetër veç meje, e kam braktisë atë dhe shirkun e tij. Akhwafa ma khafu aleikum me shirkul khafi. Gjëja që më shumë ti kam frikë për ju, është shirku i fshehtë. Qalu wa ma shirkul khafi ya Rasulullah. Cili është shirku i fshehtë o pejgamberi i Zotit? Qala riya. Syfajësia. Çdo të thotë syfajësi, vallai këtë do e bëj për atë të Allahut manushëm, po s'ka problem, një pjesë edhe për vetë. I tham pejgamberit për dikë që po lufton me trimëri të madhe. Rastësisht me radhë dëshmor. I tha në pejgamber filani radhë dëshmor, po ka bë kërdi namin. Pra luftëtar shumë i madh, trimëri të madhe. I tha pejgamberi sa se ai është në xhehenem. Si ka mundsi? Tha pejgamberi ka vrarë veten. Si ka mundsi? Në betejë sipër u plagos rand. Dhe po ndjente shumë dhimbje. Njëkohësisht i erdhi keq, pse? Nuk ra dëshmor. E vendosi shpatën krahërore dhe vdiq. Hinë në xhehenem. Aliu radiallahu anhu ardhahu duke luftu, e vendosi dikë poshtë.
Ai nga poshtë e pështyu, Aliu hoqi dorë, nuk e goditi. U tërhoq. I tham pse? E kishe. Tha pata frikë se ajo goditje do jetë për dikë tjetër veç Allahut mëndush. Pata frikë se do ta godas nga zemrimi im dhe jo për hatër të Zotit. U tërhoq. Pra i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe në luftë. Në betejën e Hajberit, kur u mor Hajberi nga çifutët Allahu artakut, zullumqarëve prej tyre, pejgamberi alayhi salatu wassalam u zgjur mëngjes dhe tha: luftoni në emër të Zotit ata që e kanë mohu Zotin. Por dijeni se nëse Allahu mëndueshëm ju bën ju sebeb që drejtohet dikush rrugë Zotit, kjo është më e mirë për ti sa gjithë dunja që ka brenda. Por të thanë Allahu mëndueshëm që lufta jonë është për hate të vërtetës dhe për hate të kthimit njerëzve tek Allahu mëndueshëm dhe jo për hate të inateve, as për hate të lavdis dhe as për hate të sundimit, as për hate të pareve, as për hate të famës, as për hate të inatit. Shkoj dikush që zemroi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra pe çifutëve e kapi për jake pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje e fyu i tha: ju Benu Abdul Muttalib qaumun mutal. Ju bitë Benu Abdul Muttalibit jeni popull që nuk e respektoni borxhin, i kishte marrë borxh pejgamberi. Omeri u zemru dhe që gati ta godas. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: o Omer, nuk është ky qëndrimi që duhet mbash. Por i thush këtij çifutit kërkoje borxhin formën më të mirë, edhe të më thush mu jepe borxhin kohën e dur, prandaj shko dhe jepja borxhin dhe shtoja. Gjatë kohës që po shkonte Omeri ke depozita për ke banka letemi e muslimanëve, por t'i dhanë borxhin, Omeri po shumë i zemruar. I tha çifuti: a je i zemruar me mu Omer? Po. Tha zemruar sa dush, tha se për dashuri tha qajnë gratë, tha jo mburrat. Tha për Zotin, tha mos jetë hatri i Zotit dhe hatri pejgamberit alayhi salatu wassalam, tash i tha s'do më kishte dalë gjallë prej dursh. Po tha çfarë shtyn me një fjalë, mos e bësh diçka të tillë. Urdhri i Allahut dhe urdhri i pejgamberit. Kur shkoi dhe mori borxhin, ja shtoi. Po i tha çfarë është kjo shtesa? Është urdhri i pejgamberit. Vallahi tha nuk kisha nevojë për borxhin, po një nga shenja që më kishte ngel, pa ja vërtetu Muhammedit si profeti i Zotit ishte se kur ai provohet ose provokohet më drejt, ai nuk bie prej e zemrimit. Pra ne dëshmoj se s'ka zot tjetër veç Allahut mëndueshëm dhe se Muhamedi është robi i dërguari i tij. Ndodhi on pak raste o xhamat, njeriu lodhet shumë, strapacohet, sakrifikon. Një moment i hy vetja në qef. Këtë puna i shkon për lumi. Historia na tregon se shumë raste gjërat e mëdha janë shkatruar për shkak të gabimeve të vogla shpirtërore. Ka marrë njeriu me masieve të pëlqimi, duket sikur ka arrit ka kap qiellin me dorë. Dhe ka shkatruar gjithçka, i ka mnu dinamitin. Këtë na e thot historia e Ibrahimit. Deri në fund devocion absolut. Dhe kjo i bëri Ibrahimin alayhi salatu wasalam të jetë ummet. Por të na thënë Allahu mëndueshëm, nëse realisht do me pas ndikimin e Ibrahimit apo afër të Ibrahimit, kërkohet vetëm një kusht: devocion i plot dhe sinqeritet absolut në të gjitha rastet. Dhe këtë e vërtetoi Ibrahimi alayhi salatu wassalam, edhe kur u sprovu me djalin e tij të shtrenjtë dhe dashur, ishte i vetmi. Pra ne thot Allahu mëndueshëm, kjo është një bela çfarë? Bela mubin, dhe kjo ishte një sprov e vërtet edhe e qartë. Mirë po, për shkak se Ibrahimi edhe në këtë sprov qëndroi, Allahu mëndueshëm i dha atë fuqinë ndikimi që nuk ja kishte dhënë as kërkujt tjetër. Për ta mbyllur xhamat këtë hutbë parë, nga buron forca e ndikimit ton, jo nga paret tona të shumta o xhamat, jo nga pushteti joni shumë o xhamat, jo nga fama jone e madhe o xhamat, buron nga forca e sinqeritetit ton dhe forca e vullnetit ton për të qëndruar me Allahun e mëndueshëm në gjitha situatat. E në atë moment ku njeriu qëndron me Zotin dhe tregohet absolutisht i sinqert me Zotin në të gjitha detajet, kjo është sfida, me qëndru me Zotin në gjitha detajet. Në gjitha detajet, ti mund ta kesh dikë shumë të afërt, vjen dikush thonë ka thënë filani se i duhet filan gjë, ti çuditesh. Po nga erdhi kjo, po unë po ri për ditë me të. Pse duhet vini përmjet atij? Dhe ti e kupton se hala nuk ka shpëtu nga ideja e kujt, qëllimi justifikon mjetin. Qëllimi në Islam nuk justifikon mjetin. Nëse ke një qëllim të bukur,
që duhet me realizu, që ndroj drejt edhe mjetëve. Se shumë raste mendon njeriu se hipokrizia është farë. Hipokrizia është ka me brinja që të shqire dhe të vret. I tha pejgamberi alayhis salam njënit prej sahabeve, shkoke që i futet atje ke Benu Nadhiri apo Kanuka, dhe thuju atyre që zbresin, dalin prej fortifikatave tyre, se ishin përballë. Ky shkoi atje dhe u tha dilni. I tha që i futi, po çfarë do na bëj pejgamberi nëse dalim? Ndërkohë që pejgamberi i kishte thënë mos bëj asnjë veprim fare. Thjesht oj këtë llatë dhe hik. Ky thjesht e bëri me dorë kështu. Domethënë e meritoni me ju vra. I aprishi komplet planin pejgamberit alayhis salam. Edhe i shkaktoi një stërmudim të jashtëzakonshëm. Mi po sa doli për atje tha çfarë bëra? Një veprim. Edhe shkoi u lidh ku? Në shtyllën e xhamisë. Ke xhamia. U lidh vet aty, e pa pejgamberi tha pse është lidh? Tha ka thënë vetëm Muhamedi alayhis salam do vijmë zgjidh. E la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty 3 ditë. Vetëm me zgjidhsin për të hangër dhe për të pi. Por ti thënë pejgamberi e ke bëu mirë që ta edukosh veten se ajo që bëre ti ishte hipokrizi. Hipokrizi një shenjë, subhanallah. A nuk thot pejgamberi me një fjalë shkon një zjarr xhenemit? Erdhi dikush që e kishte lënduar shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shumë. E kishte lënduar pejgamberin. Dhe po i kërkonte falje. Pejgamberi po heshte. Edhe po i hidhte syt me fjalë tek shokët e vet. S'po merrshin vesh gjë. Kur u largu tha pejgamberi u thafshin krah. Na ka lënduar shumë dhe do na lëndoj prap, pse nuk i erdhet hakut. I than pejgamberit, o pejgamber mjaftote një shkelje syri. Tha pejgamberi nuk i shkon pejgamberit. Mungesa e sinqeritetit qoftë me i lëvizë syri. Allah. Deri këtu. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahimi prandaj ishte ummet dhe prandaj pati këtë ndikim të jashtëzakonshëm, sepse sinqeriteti për të ishte si gjaku që rrithë në dejet e tij dhe si shpirti në trupin e tij. Thua që sinqeriteti ishte i mishëruar me të, s'ke thënë asgjë. Shprehja ose përshkrimi më i madh është se sinqeriteti dhe devocioni ndaj Allahut për të ishte jeta e tij. Jemi në 10 ditë të mira të Dhulhijhes të bukura dhe të hijshme, për cilat thot pejgamberi alayhis salam, puna e mirë në këto 10 ditë nuk ka si ajo. Pra koha kur njeriu më fal bën punë të mira dhe ka vlerë më tepër se kurdo herë tjetër, është në këto 10 ditë. I than edhe xhihadi o pejgamber, sa edhe xhihadi nuk është më e mirë se sa puna e mirë këto ditë. Sa që e bën këto ditë me. Sa normalisht në xhihadi po të bën këto ditë me vlerë më tepër se kurdo herë tjetër. Por nëse dikush ka bërë xhihadi jashtë këtyre ditëve, dikush tjetër ka bërë punë mirë këto ditë, puna e mirë në këto ditë është më e mirë se sa xhihadi. I than po edhe xhihadi, ta vetëm nëse dikush shkon në xhihad me pasurinë e tij dhe me jetën e tij dhe s'kthehet me asnjërin. Dhe nuk kthehet me asnjë. Do me thënë është një shans dhe mundësi shumë e madhe. Por kujdes, puna që ka peshë tek Allahu mënushëm është ajo punë që ka zemër të hapme për hatër të Zotit. Pra ne le të lutemi Allahut mënushëm që të na kultivojë sinqeritetin në këto 10 ditë. Këto 10 ditë janë me të vërtetë ditë trajnimit të sinqeritetit dhe devocionit të pastër me Allahun e mënushëm. Këto 10 ditë mbyllen me kurbanin. Kurbani për atë që ka mundësi o xhamat është vajib. Për atë që ka mundësi është vajib, është obligim në Islam. Kujdes, Allahu mënushëm thot Kur'an, Kul inna salati wa nusuki, thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e mënushëm. Këtu Allahu mënushëm ka veçuar kurbanin pas namazit dhe nuk ka veçuar me i shtylla e tjera të Islamit për të na thënë që kurbani ka një rëndësi shumë të veçantë. Kurban do të thotë çfarë? Gatishmëri për të sakrifikuar për hatër të Allahut të mënushëm. Dhe siç e dim ndahet në 3-4 pjesë, me fjalë mund ta ndash edhe në 10, s'ka rëndësi. Mba një pjesë për vete për të zbatuar sunetin e pejgamberit alayhis salam, pjesën tjetër ai jep me fjalë fisin rreth parë më të afërt, pastaj komshive, pastaj me fjalë nevojtarëve dhe fukareve. Në këto 10 ditë është sunet shumë i fortë me bë tekbire, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kurban Bajrami është 4 ditë. Dita më e madhe thot pejgamberi nga këtyre ditëve me fjalë është dita e kujt? E nahrit yawmun nahri wa yawmul qarri. Dita e nahrit, pa dita e festës me fjalë therrës kurbanit, dhe dita e 11 që vjen me fjalë pas ditës së 10 ku qëndrojnë haxhillarët në Mina, prandaj quhet yawmul qarri ose yawmul istiqrari. Që do thot haxhillarët shkojnë dhe rinë aty dhe për ata që Zoti u ka bërë risk të jenë vëmendshëm
Uroj që t'jenë vëmendshëm për vlerën e madhe të qëndrimit në Mina, o xhamat. Do kishim dash këtë lloj porosie tu a japim haxhillarë para se të shkojnë. Kur të shkojmë atje, jo po sunet, jo po vaxhib, jo po trim në hotel. O robi i Zotit, ke shkuën haxh. Ke shkuën haxh. Është një shans i jashtëzakonshëm. Të t'jep Allahu manushëm me ndet në Mina. 2 ditë apo 3 ditë është një mundësi e jashtëzakonshme. Pse? Është dua, është lutje. Është mundësi shumë e madhe me t'i pranua Allahu manushëm gjithë lutjet e duat. Prandaj me i fjalë lumi ai lumi i cili ka parasysh të gjën dhe angazhohet me çfarë? Me kënaqësinë e Zotit. Dhe mirë ai mirë që shkon atje me i fjalë thot bën s'kjo, e s'bën ajo, kim shtyu, ai mra e tjerë mrat, e kishin ndërtuar mirë, se kishin ndërtuar mirë. Gjithë këto gjëna një haxhi i devotshëm dhe i mençur dhe i zgjuar i lën me një anë dhe vetëm ajo që duhet i shqetësoj kush është? Të kthehet tek Zoti. Edhe të mundsoj me i fjalë vetës vetë që të adhuroj Allahun e Madhëshëm, të kthehet me gjunafe të shlyme dhe me grada të lartësuara, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, men hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu. Ai i cili bën haxh dhe nuk bën ato veprime, ato nuk thot ato fjalë që lëndojnë njerëzin, kthehet si në atë ditë që e ka blind nana e vet.